Menta lonçfolie, menta e egër që fshe shumë më tepër nga sa duket. Shikoni këtë pamje. Sot në një tokë djerë gjeta një numër të jashtëzakonshëm bimësh të menta lonçfolia, të gjitha në lulezim. Ndoshta për shumë njerëz kjo duket thjesht si një bimë e egër që rritet vetë në natyrë, por sa më shumë e njeh këtë bimë, aq më interesante bëhet. Këtë herë nuk dua t'ju tregoj thjesht se si ta identifikoni mentën e egër. Dua t'ju tregoj çfarë fshihet pas aromës së saj dhe pse shkencëtarët janë kaq të interesuar për përbërjen e kësaj bime. Menta e egër i përket familjes Lejmeisi, familjes ku bëjnë pjesë edhe shumë prej bimëve aromatike që njohim. Është një bimë shumë vjeçare dhe mund të gjendet në habitate të ndryshme, veçanërisht në vende ku ka kushtet e përshtatshme për zhvillimin e saj. Por një nga gjërat që e dallon menjëherë është aroma. Mjafton të afrohesh tek bima dhe të prekësh gjethen dhe aroma karakteristike e mentës së egër bëhet e dukshme. Kjo aromë nuk është rastësore, ajo lidhet me vajin esencial që prodhon dhe ruhet në pjesë të ndryshme të bimës dhe këtu fillon pjesa interesante. Kur flasim për mentën e egër, nuk mund të themi se të gjitha bimët kanë saktësisht të njëjtën përbërje kimike. Studimet shkencore kanë treguar se përbërja e vajit esencial mund të ndryshojë. Ajo mund të ndikohet nga origjina e bimës, kushtet e mjedisit dhe faza e zhvillimit në të cilën ndodhet bima. Pra, dy bimë që duken pothuajse identike mund të mos kenë domosdoshmërisht të njëjtin profil të përbërësve aromatik. Kjo është një nga arsyet pse menta lonçfolia është aq interesante për studim. Në vajin e saj esencial mund të gjenden shumë përbërës të ndryshëm. Në varësi të popullatës dhe të kushteve ku është rritur bima, mund të ndryshojë edhe përbërja në shëmbizotëron. Në varësi të disa popullatës dhe të kushteve ku është rritur bima, mund të ndryshojë dhe përbërësi shëmbizotëron. Në disa raste gjenden përbërës si mentoni, ndërsa profilet e tjera kimike mund të kenë përbërës të ndryshëm në sasi më të mëdha. Shkencëtarët i përdorin këto ndryshime për të përshkruar atë që quhet kimotip. Me fjalë të thjeshta, bima të së njëjtës specie mund të kenë profile të ndryshme të përbërjes së vajit esencial, dhe kjo na tregon diçka shumë të bukur për botën bimore. Një bimë nuk përcaktohet vetëm nga pamja e saj, edhe brenda saj ndodhin procese shumë të ndërlikuara. Tani shikoni lulet. Kjo është menta lonçfolia në një nga fazat më të bukura të ciklit të saj. Lulet janë të grumbulluara në tufëzime karakteristike dhe mund të tërheqin një shumëllëshmëri insektesh polenizuese. Pra, kjo bimë nuk është vetëm një burim aromash. Ajo është edhe pjesë e ekosistemit. Insektet vizitojnë në lulet, bima vazhdon procesin e riprodhimit dhe më vonë zhvillohen farat. Kështu, ajo që shohim në një moment të vetëm është vetëm një pjesë e historisë së saj. Menta lonçfolia ka edhe një histori të gjatë përdorimi tradicional në kultura të ndryshme, por këtu duhet të bëjmë një dallim shumë të rëndësishëm. Fakti që një bimë është përdorur tradicionalisht për një qëllim të caktuar nuk do të thotë automatikisht se çdo efekt i pretenduar për të është të vërtetuar shkencërisht. Prandaj, kur flasim për bimët aromatike dhe mjekësore, është shumë e rëndësishme të dallojmë traditën nga evidenca shkencore. Dhe kjo është arsyeja pse unë dua t'ju sjell bimët e natyrës, jo vetëm siç i shohim me sy, por edhe përmes asaj që dim për to nga kërkimet shkencore. Sepse sa më shumë mësojmë për to, aq më shumë kuptojmë se natyra nuk është as pak e thjeshtë.
Sot, për shembull, unë gjeta këtë mend në një tokë djerë dhe nuk ishte vetëm një bimë këtu e një tjetër atje. Ishte një sipërfaqe e tërë e mbushur me të. Të gjitha në lullëzim. Në pamje të parë, mund të mendosh se është thjesht një bimë e egër që është rritur aty pa ndonjë kujdes. Por, nëse ndalesh dhe e vëzhgon, sheh një histori krejt tjetër. Një bimë që është përshtatur me mjedisin e saj. Një bimë që lullëzon, tërheq polenizuesit, vazhdon ciklin e saj të riprodhimit dhe prodhon përbërës aromatik që i japin asaj karakterin që ne njohim. Dhe pikërisht këto janë momentet që më bëjnë aq shumë të dua kaq shumë natyrën, sepse mund të dalësh për një shëtitje dhe të mendosh se nuk ke gjetur asgjë të veçantë. Prandaj ndalesh përpara një bimë të zakonshme dhe zbulon se pas saj fshihet një botë e tërë. Kjo ishte menta e egër, një mentë e egër që mund ta takojmë në natyrë, por që sa më shumë e studiojmë, aq më shumë kuptojmë se sa komplekse është. Dhe nëse ju pëlqejnë këto udhëtime në botën e bimëve të egra, qëndroni me baçja magjike sepse natyra ka ende shumë histori për të na treguar. Nëse të pëlqeu video, ruaje, ndaje me miqt dhe mos harro të shtypësh butonin zile për të mos humber videot e radhës për bimët e egra, për natyrën dhe për fshehtësitë që mund të gjejmë në të.